jeto me frikë Perëndie. Çfarë kuptimi ka kjo? Do të thotë që duhet të kemi frikë nga Perëndia? Jo, nuk ka këtë kuptim. Nuk nënkupton as frikën psikologjike, as frikë nga terroristat, as frikë si nga ndonjë qenë apo gjarë për që shë në rrugë. Perëndia nuk është që njeriu ta ketë frikë atë. Perëndia është dashuri. Perëndia nuk është një qenie e tmerrshme që i fut frikën dhe të merr njerëzve. Por frikë Perëndie nënkupton ta nderosh Perëndin, ta respektosh Perëndin dhe t'i ruash urdhërimet e tij. Kur mendojmë që Perëndia është i tërë mirë, i tërë fuqishëm, i tërë pastër, i mbushur me dritë dhe hir, i mbushur plot me lavdi, kurse ne si njerëz jemi të mbushur me papastërti, me errësirë, me mëkate dhe pasione. Dhe kjo distanca jon nga Perëndia, duke parë ku është Perëndia dhe ku jemi ne, dhe sa larg jemi ne nga Perëndia, kjo na krijon druajtje. Frikë në gjuhën e Kishës është druajtja, është nderimi, është respektimi dhe madje dashuria që lind nga ndjesia se Perëndia është i tërë urtë, është i tërë fuqishëm, pranon të vite në njerëzit e mirë dhe të përullur, dhe të ketë lidhje me ne, të na jap çdo gjë të mirë toksore, të na jap kungatën hyjnore, si edhe jetën qiellore të përjetshme. Kur kungohemi, themi disa urata, po përmend një pjesë të shkurtër. Prej buzësh të ndyra, prej zemre të fulliqur, prej gjuhe të papastër dhe shpirtit të njollosur, prano lutja o Krishti im, dhe më ndriço dhe më mëso se çfarë të them e çfarë të veproj. Ja pra, kështu jemi në njerëzit, prandaj ndjem druajtje nga Perëndia i tërë shenjtë, nga Perëndia i tërë pastër, nga Perëndia i tërë dritë. Prandaj le të jetojmë me frikë Perëndie, pra me nderim, me respektim dhe druajtje ndaj Perëndisë. Dhe kjo frikë Perëndie, ky nderim Perëndie, do të na udhëzojë që të jetojmë në mënyrë të drejtë, që ta duam çdo njeri dhe të synojmë përsosmërinë, të synojmë shenjtërinë, sepse vetë Zoti na thot në Bibël, bëhuni të shenjtë, ashtu sikurse unë Zoti juaj jam i shenjtë. Nëse jetojmë me frikë Perëndie, atëherë do të dëbojmë nga shpirti, nga zemra jon, çdo lloj tjetër frike të kësaj bote, sepse kur Zoti është me ne dhe ne jemi me Zotin, atëherë Zoti banon brenda nesh dhe largohet frika dhe na jep frymë fuqie, frymë të fortë, frymë të shenjtë, jo frymë njerëzore, jo frymë frike, por frymë të shenjtë, frymë Perëndie. Amin.